qytetarët e Republikës së Kosovës dhe duhet të bashkëpunojnë me njëri tjetrin, duhet të ndihmojnë njëri tjetrin. Problemi mund të jenë tre forma që e nxisin këtë veprim. Forma parë mund të jetë dëshpërimi ekstrem pas aktit, forma dytë mund të jetë rikthimi i ndërgjegjësimit mbi aktin dhe ndjenja e pendesës, dhe e treta mund të jetë një mekanizëm mbrojtësi personit për ta dramatizuar situatën edhe për ta justifikuar veten në atë situatë duke tentuar ta shfaqsojë në një formë ose tjetër veprimin që ndoshta ka qenë i afektuar ose tani është dëshpëruar, shiko kam lënduar veten, kam goditur veten, kam plagosur veten. Pra janë këto tre forma të gërshetuara që mund ta nxisin një veprim të tillë, e që shumë mirë tha eksperti i sigurisë dhe të ftuarit aty që me patjetër do duhet një ekzaminim i detajuar psikiatrik e forenzik mbi personin për të kuptuar se a kemi të bëjmë edhe me probleme të natyrës mendore, si ai çrregullimi të personalitetit antisocial apo psikozave akute ose kronike, çrregullimeve deluzionale, edhe një sër çrregullimesh tjera që mund ta nxisin këtë veprim kanë tipore, kanë diçka të ndryshe, persona të tillë japin shenja se janë pra një vendimi të tillë, të marrin një vendim të tillë. Ka diçka që mundej me u vret paraprakisht? Gjithçka varet nga procesi i hetimit brenda divizioneve të prokurorisë dhe prokurorit të rastit, por njëkohësisht edhe hetuesve që janë kompetent e të cilët e ekzaminojnë gjithë procesin. Dhe pastaj inicohet një procedurë ekzaminimi të tillë nga divizioni i gjykatës dhe gjitha proceset tjera juridike që janë të ndërlidhura me rastin. Por një veprim i tillë në orën 5:30 në mëngjes për të lënduar e vrarë vajzën, e për dëmtuar bashkëshorten dhe vajzën tjetër, kjo sigurisht që është simptomatologjike, por kjo nuk do të thotë që justifikon veprimin apo personin se ka qenë me probleme ose është me probleme dhe kaq. Nuk cilësohet vepër penale, vjen nga një gjendje lënguar apo e sëmurë mendore, jo. Gjithçka pra varet nga procesi hetues i gjithë rastit. Por që, shikoni, qendrat për punë sociale, institucionet e sigurisë, ne sigurisht profesionistët duhet të vlerësojmë edhe shkallën e rrezikshmërisë, shkallën e ulës, shkallën mesatare dhe shkallën e lartë të rrezikshmërisë kur organizohen tryezat multidisciplinare nga profesionistët të ndryshëm, të cilët realizojnë ulëmtime dhe bëjnë evidentimin e këtyre rasteve dhe raportojnë në institucionet për të procesuar dhe analizuar situatën dhe pastaj këto informacione me bollëk i ndihmojnë gjykatës, i ndihmojnë prokurorisë, kuptohet informacione objektive, relevante dhe sigurisht që rasti mund të zbardhë në mënyrë më të mirë të mundshme. Por e përmendi më herët që në fakt u bëri thirrje qytetarëve që të lajmërojnë, të raportojnë kur shohin diçka të dyshimt. Si munden qytetarët që të vërejnë dikë që mund të çojë deri në atë akt? A ka shenja që ne si qytetarë të thjeshtë mund t'i vërejmë tek dikush? E ke me mua apo jo? Po. Dakor, ndjes sepse mendova që u riktheve panelizit, kërkoj falje. Sigurisht që dyshimet e qytetarëve, njerëzit që shohin se një familje po dëgjohet zhurmë, britma, ka përplasje, thyrje gjësendesh, shohim që fëmijët mund dalin të friksuar ose ankth ndjellin frikë tek persona të tjerë, ne sigurisht që duhet të ndërmarrim masa për të kuptuar që kumshiu ynë në çfarë situata është. A është apo s'është private, ne jemi qytetarë të Republikës së Kosovës dhe duhet të bashkëpunojmë me njëri tjetrin, duhet të ndihmojmë njëri tjetrin dhe jo të shmarrëmi apo të neglizhojmë proceset. Zakonisht jemi të atill që nuk dëshirojmë që të ndërhyjmë në çështje private. Për këtë arsye ndoshta nganjëherë qytetarët edhe hezitojnë. Tani do ta kthejmë bisedën akoma më thellë. Kjo i bie që nuk na interesojnë gjëra private, por na interesojnë sa lugë ke në shtëpi, po. Se ku bëhet fjalë për paragjykime, për dedikodje, për këto fjalët çfarë ka ai, çfarë ky kur interesohemi për të tjerë, këto na interesojnë. Po ku bëhet fjalë për problemet të ndjeshme të dhunës apo abuzivit, nuk na intereson kjo, ha? Jo pra, se këtu ka kontradikcion. Ne duhet të jemi të unifikuar. Edhe si të unifikuar mund të kontribuojmë në shoqëri. Sa emisioni kemi realizuar dhe imagjinoni akoma rastet po rriten dhe po bëhen alarmante, po kush ma siguron mua që në javën tjetër, tani nuk dua ta friksoj audiencën, popullin ose njerëzit, po kush ma siguron mua që nga java tjetër nuk do të ketë raste të tilla makabre? A ma siguroni mua? Sigurisht që nuk mundemi të sigurojmë një gjë të tillë.
Unë vetëm një lutje kam. Shpresoj, mund ta them, nuk e them këtë për motive virale, por shpresoj fillimisht, edhe njerë për i kthejmë politikë vërës, të përfundojnë shkëmbimet e letrave romantike në thonjza në mes të liderëve politikë, se na lodhen me këto shkëmbime, e shpresoj shumë dhe fuqishëm që institucionet të forcohen, të formohen dhe ne si qytetar ti adresojmë shqetësimet tona deputetëve që i kemi votuar për pacuesit tanë, të cilët i iniciojnë projekt ligjet apo propozimet tona dhe na ofrojnë ne gatishmërinë për mbështetjen në gjithë përfshirësitë sociale. Kjo është ajo që më shqetëson. Po, Ron, mund të jetë edhe kjo që nuk e kemi akoma një kulturë të atill që për çfarë do ngarkesë emocionale ose diçka që kemi të vizitojmë psikologun? T'ju them edhe një gjë, ka filluar të thyet akulli, të thyet tabuja, njerëzit kanë filluar të vidhjesohen dhe po ta kuptojnë që rrëfimet e hallëve dhe shqetësimeve e përgjysmojnë problemin, e përgjysmojnë simptomën apo shqetësimin, pra të rrëfesh një hall apo një shqetësim, dije që gjysmën e problemit e ke zgjidhur, pastaj gjysmën tjetër e ke në procedurë sipërmes hallkave të një procesi të mirëfillt terapeutik e profesional, dhe patjetër ndihma e psikologut, por jo vetëm e psikologut, e punonjësit social, e sociologut, e pedagogut, e ekspertëve të sigurisë, sikur ata ekspertë që i keni në studio që janë jashtëzakonisht të vullnetshëm, i njoh personalisht dhe kanë bërë një punë jashtëzakonisht të vyer, ju gazetarë, si moderatore, Bleni të cilën e njoh që është super gazetar profesional, të gjithë ne duhet i përvishim mend dhe mund të kontribuojmë në shoqëri. Prandaj unë jam jashtëzakonisht optimist se ne mund të kontribuojmë, por kush do të na vlerësoj? Kështu është pyetja.